Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëmadhit. O Zoti im, unë të lutem ty me emrin tënd, o krijues, o furnizues, o folës, o i drejt, o qarës i farës, o ndarës i së drejtës nga e gabuara, o sintetizues i gjërave, o ngjitës i gjërave, o i lartë, o i lartësuar, ty nuk të mungon asgjë, e ti nuk ke nevojë për asgjë. O ti që nuk ka zot tjetër përveç teje, ndihmë, 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 na shpëtoneve prej zjarrit, o Zot. El-Gauth, 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 خلصنا من النار يا رب. بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن